Dy shenjat e zodiakut që marrin gjithmonë atë që duan në jetë. Sipas astrologjisë, disa njerëz kanë një kombinim të veçantë të karizmës, vendosmërisë dhe aftësisë për të ndikuar tek të tjerët. Dy shenja që konsiderohen veçanërisht të fuqishme në këtë drejtim janë akrepi dhe peshqit. Të dyja janë shenja uji, por mënyra se si përdorin sharmin dhe intuitën e tyre është krejt e ndryshme. Ato kanë një aftësi të natyrshme për të krijuar lidhje, për të tërhequr vëmendjen dhe për t'i bërë gjërat të ndodhin. Sipas kësaj perspektive astrologjike, sapo të kuptojnë fuqinë që kanë, do të mësojnë të përdorin në mënyrë të vetëdijshme atë. Mund të jenë shumë më pranë arritjes së qëllimeve të tyre. Akrepi njihet si një nga shenjat më intensive dhe magnetike të zodiakut. Në astrologjin tradicionale, ai sundohet nga Marsi, planeti veprimit, energjisë dhe ambicjes, ndërsa në astrologjin moderne lidhet me Plutonin, i cili shton karakterit të tij një element misteri dhe fuqie. Vendosmëria është një nga armët më të forta të kësaj shenje. Kur akrepi vendos një objektiv, ka tendencën të mos dorëzohet lehtë dhe mund të punojë në heshtje derisa të arrijë atë që dëshiron. Sharmi i tij nuk është gjithmonë i dukshëm në shikim të parë, por pikërisht kjo e bën edhe më tërheqës. Akrepi ka gjithashtu një intuitë të fortë për njerëzit. Ai di të lexojë situatat, kuptoj motivet e të tjerëve dhe të zgjedh momentin e duhur për të vepruar. Sapo të fitoj besimin veten dhe aftësitë e tija, kjo përzierje vendosmërisë, intuitës dhe magnetizimit mund ta ndihmojë të marrë një rol udhëheqës. Peshqit. Në pamje të parë, peshqit mund të duken shumë më të qetë dhe emocional, por pikërisht këtu qëndron një pjesë e fuqisë së tyre. Në astrologjin moderne, kjo shenjë lidhet me Neptunin, planetin e ëndrave, imagjinatës dhe intuitës. Peshqit kanë një aftësi të veçantë për kuptuar njerëzit përreth tyre. Ata janë empatik, intuitiv dhe shpesh arrin të kuptojnë emocionet e të tjerëve pa pasur nevojë që ato të shpjegohen me fjalë. Kjo i ndihmon të krijojnë lidhje të forta dhe të fitojnë besimin e njerëzve. Sharmi i peshqve nuk vjen nga dëshira për të dominuar, por nga aftësia për t'i bërë të tjerët të ndihen të dëgjuar dhe të kuptuar. Kur kjo shenjë fillon të kuptoj këtë cilësi si një forcë dhe jo thjesht si një tipar të personalitetit, mund ta përdor për të krijuar marrëdhënie të rëndësishme, për të zgjeruar rrethin shoqëror dhe për të hapur dyert të reja në karrierë. Akrepi dhe peshqit kanë dy mënyra krejt të ndryshme për të tërhequr atë që duan. Akrepi mbështetet tek vendosmëria, strategjia dhe magnetizmi, ndërsa peshqit tek intuita, empatia dhe aftësia për të lidhur emocionalisht me të tjerët. Sipas astrologjisë, çelësi për të dyja shenjat është i njëjtë: të kuptojnë fuqinë që kanë dhe të mos e nënvlerësojnë potencialin e tyre.